territoriale se Partia Demokratike ju akuzon, ju kritikon se ju më së paki do të reduktoni numrin e bashkive me të paktën 20 bashki. Dhe argumenti i tyre është për shkak të shpopullimit. S'keni ju një përgjigje mbi këtë po themi akuzë që ju bën Partia Demokratike? Tani të dëgjojmë, ju lutem, gjitha sqarimet për pyetjen tuaj do t'i japi kolegu Mazniku në raportin që ka dhe besoj keni marrë dhe një përmbledhje ekzekutive e keni marrë, të gjitha përgjigjet keni aty. Zoti Ballati, një pyetje të fundit nëse më lejoni. Seanca nisi me një incident, nuk lejua Adrian Sheaj që të futej në seancë. Tani si qëndron e vërteta sepse zoti Sheaj pretendon se është ezauruar 30 ditë përjashtimi i tij. Zoti Sheaj është produkt i lulit. Edhe si luli nuk dinte të shumëzonte, ky s'dit numroj. Ta mbaroj. Po ta mbaroj tash. Po mirë tash goni e ti apo jam bërë pyetje. Po s'dita numrosh edhe ti. Po kur është dënuar zotëria? 22 qershor. Me 22 qershor. Atëherë shumë mirë. Me 22 qershor është dënuar për 30 ditë, ë? Shumë. Dhe 2-3 ditë më pas ka depozituar një kërkesë në byron e kuvendit për rishqyrtim. Me ndryshimet e reja rregullore në kuvendit, në momentin që depozitohet kërkesa për rishqyrtim, pezullohen afatet. 40 dhjetorët e shqyrtimit të pra 2 ditë, se 40 dhjetorët bëjnë 2 ditë. 40 dhjetorët e shqyrtimit, sa ka qenë koha, transpozohen si afate në fund të pra si kohë nga data 22 nuk llogariten më 30, po llogariten 32. Matematike thjesht kush merr pak vesh nga afatet dhe gjëja që duhet ta dini se ai është një delirant që mundohet që të domethënë për të rëndësi ka sa like merr tek videoja e TikTokut, nuk ka rëndësi kontenti. Dhe është shembulli më i qartë se si një deputet nuk jep shembullin i parë të respektimit të vendimeve. Pra zotërisë i mbaron afatin nesër, sepse nga data 22 kush ditë numroi, po ti shtosh dhe 31 apo 32 si bie, i shkon afatet nesër. Ka shumë e thjeshtë dhe dje jam dhe un jam interesuar, as nuk e dia fare që kur i mbaron afati këtij, do të gjëja më pak e rëndësishme. Dhe t'ju them drejtën, di dhe u informova, pyeta dhe kryetarin e kuvendit dhe shërbimet, dhe ato edhe kryetari i kuvendit dhe shërbimet e kuvendit e kishin bërë të qartë, të kulluar, të pastër gjithë sqarimin. Ja kanë thënë dje, kanë thënë zotëri të mbaron prende. Po tash meqense duhet me morë çik video tash se jemi edhe jashtë vëmendje, aty s'na lën se ham në vez. Ktu s'vim dot. Edhe hajtë se po bëhemi, po shtyhemi, që në fakt është një shkelje tjetër që do duhet merren masa për të marrë dënim në radhës. Zoti Balla, një koment për banorët e Prenjasit që kanë kundërshtuar bashkimin me Librazh. Faleminderit Klajdi, unë ju e dini fare mirë, nuk i kam shkëputur kur kontaktet me vëllezërit dhe motrat e mi të gjithë krahinës së Librazhit, edhe të Rajcës, edhe të Quksit, edhe të Stravajt, edhe të qytetit Prenjësit. Por duhet kuptojmë një gjë që gjithë e dini. Parimet që duhet vendosi reforma duhet të tejkalojnë dashurit personale. Dhe në këtë aspekt unë e dua shumë Rajcën, e dua shumë Prenjasin, e dua shumë Stravajn, e dua shumë Quksin, 4 njësitë administrative që përbëjnë bashkinë, por nuk mund reforma administrative nuk do jetë këtë me që është Aulanti i lidhur me atë zonë, nuk do ta pranojmë, këtë tjetër do ta pranojmë. Ajo do të jetë bazuar mbi disa parime, mbi disa kritere, janë dhe disa koeficient, shumë teknike, lexova me shumë vëmendje, punë e shkëlqyer. Mazniku dhe kolegët kanë bërë një punë të shkëlqyer. Mbi bazën e atyre parimeve duhet vendosim. Dhe t'ju them të drejtën, unë nuk shoh ndonjë problem sepse asgjë s'ka për të ndryshuar. Në Prenjas do të ketë padyshim do jenë zyrat, do jenë të gjitha shërbimet, asgjë s'ndryshon, por bën bashkime të forta. Megjithatë, do jem ndoshta të shtunën atje për të takuar me banorët, edhe për shkak se pra ju e konfirmoni bashkinë e parë që do shkrihet. Jo, nuk e kam. E para është Eksiola ka një përpjekje gjithmonë çik më të shpeshtë për të tjetërsuar ato që thash unë.
Unë thash që s'kam se mërzitën banorët e Prenjas. E para është, këtu është keq kuptuar dhe keq përdorur një deklaratë e zotit Mazniku. Pra, për shkak se nuk ka ndonjë projekt, zoti Mazniku duke qenë se është drejtuesi politik i qarku ka bërë një sqarim. Po ndryshe nga çfarë thatë në parlament për Mirditën që nuk do bashkohet me një qytet apo bashki tjetër, për këtë nuk e tha. Sepse ka një dallim që ta dish ti, historikisht Mirdita nuk ka qenë as me Lezhën, as me Librazhdin dhe Prensi kanë qenë bashkë. Pra, gjithë dinë që Librazhdi dhe Prensi ka qenë një njësi vendore, dikur quhej rreth e Librazhd, pra gjitha 11 njësitë administrative që përvojnë ishin një pjesë, rrethi u shkëput, por megjithatë t'i lëm kohë vetes dhe do i bëja thirrje miqve të mi atje që me qetësi, sepse për shkak dhe mund t'ua them, dhe ky është meqense ma kërkuat. Në vitin 2015, në variantin e parë të reformës administrative territoriale, ka qenë një bashki Librazhd. Në ato kohë pati një kërkesë, nuk ishim vetëm, kishte edhe aleat. Edhe unë kam ndërhyr atëherë për të bërë dy bashki, edhe për shkak të këtij, le të themi, të mosgjetjes së balancës mes dashurisë për zonën edhe rentabilitetit ekonomik apo koeficientëve. Tani me qetësi, me durim, pushtetet vendore në të gjitha këto bashki, në të 61 bashkit, do kenë mundësi, sepse kështu e kërkon kushtetuta, kështu e kërkon ligji për qeverisjen vendore, brenda 60 ditëve nga momenti i propozimit, duhet marrin ato kohën për ta shqyrtuar dhe një gjë duhet ta dinë, këto nuk zgjidhen me protestë. Këto zgjidhen me komunikim e protestës në bulevard prej 54 ditësh. Futuni te procedura. Te procedura jam, zoti kryetar.